حي على الفلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falem në dersën e kaluar se Allahu i madhruar te bareke ve taala është mbi arsh. Natyrisht mënyrën se si është e panjohur për ne. Pastaj prej saj kuptohet gjithashtu se prej cilësive të Zotit është ngritja e tij mbi krijesave të tij. Allah është lartë. E që këtë cilësi e kanë mohuar shumë fraksione. Dhe sëllëm për këtë argumente, edhe prej Koranit, edhe prej hadithit, po edhe prej fjalëve të selefëve, edhe thamë se ka prej ulemave si Abu Hanifja të cilët kanë thamë se bën kufër ai njeri cili e mohon se Allahu i madhruar është lartë mbi arsh, mbi fronën e tij, mbi qiellin e shtatë. Dhe këtë argumenton edhe natyrshmëria e njeriut. Njeriu, se ai me shkollë, se ai pa shkollë, si musliman edhe si jo muslimani, të gjithë ata që e besojnë Allahun e madhruar, në zemrën e tyre e ndjejnë se Zoti është lartë. Dhe këtë vren, kur ata e lusin Allahun në formën e tyre që e lusin, apo kërkojnë prej Zotit i drejtohen me diçka, as nuk kthehen djathtas, as nuk kthehen majtas, as para, as pas, por sytë ju shkojnë lartë, përpjet, edhe duart i ngrisin përpjet, edhe zemra tyre drejtohet lartë, prej të madhët Allah. Azza wa Jall. E atyra askush nuk i ka spjegu dhe sa ka komentu këto ajete koranore edhe hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, ndoshta bile as ju kanë dëgjuar diçka për dinë të Zotit, por natyrshmëria e tyre bën që njeriu ta ndjej thellë apo ta vërtetoj atë se Allahu është lartë te bareke ve taala. Dhe këtë mund të aprovoj çdo njeri i thjesht, me cilën ndush, edhe fëmijët e vegjël, edhe të vjetrit, edhe muslimanët edhe jo muslimanët, natyrisht ata që besojnë, për ta vërtetuar, me pyet ku është Zoti, instinktivisht, thotë është lartë. Bile jo vetëm njerëzit, por edhe bota shtazore dhe se Zotë është lartë. Te bareke ve taala. Dhe njeriu nga njëherë se rën me shtazë, është çoban i tyne, e vrejnë, se dhe shtazë nga njëre ngrit kokë lartë, si duket, o anë kohët të Allah i madhruar, ose e lutë Allahun Azza wa Jall me diçka. Te bareke ve taala. Se dhe që tjetë, ajo është ashtu ndryshe, nuk është, por ne nuk mund t'i kushtoj më shumë, ani pëse është temë shumë e gjanë, dhe thamë se është prej çështjeve shumë delikate të cilat kanë diskutuar ulemaja, e mjeresht shumë prej fraksioneve dhe nuk kanë qëllu hakun, e asnjëherë nuk është e thane që shumica me qenën hak. Asnjëherë nuk është e thane. Por me gjithate haku mbetet hak, që ka është në Koran, në Sunet, dhe ata që kanë kuptuar dhe spjeguar dhe përcjellur gjeneratat e para të muslimanëve, dhe ata pas tyre të cilët e kanë ndjekur
rrugën e tyre deri në ditën e sotit, dhe na inshallah ne jemi në rrugën e tyre. Mëtej Imam Tahaviu, Allah e pas më shiru, vazhdon e të cek edhe dy cilësi tjera të madhet Allah Azza wa Jall. Thot, dhe ne themi se inna Allah ittakhadha Ibrahima khalila wa kallama Allahu Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima. Dhe themi se Allahu i madhruar e ka marrur, e ka bërë Ibrahimin mik dost, jaran, të dashur, dhe shprehje tjera ndoshta që ne nuk i kemi adekuate në gjuhën tonë, ashtu siç i ka folur Allahu Musaut. E besojmë këtë, thot, me iman të plot, jemi shumë të sakt dhe preciz, dhe i dërzohemi, i nështrohemi Zotit, pra cilësive të Zotit, pa u fut të një detalje ka për qëllim, sepse edhe të folurit e Allahut, edhe të dashurit e Allahut, si cilësit e ti, ashtu sikur se dy cilësit e ti, ashtu sikur se dhe cilësit e tjera që kemi të cekë më heret, dallojmë prej cilësive të njerëzve. Pra, paremisht themi se Allahu dënë dhe urrejnë, dhe këtë e gjenë me 10 ajete koranore, 10 vende në Koran, ku Allahu thot i dënë këta, i dënë ata, i dënë besimtarët, i dënë sabërlit, i dënë muslimant, e tjere, e Allahu i madhruar i urrejnë, nuk i dënë qëfart, nuk i dënë ata, nuk i dënë këta dhe kështu me ra, vetë vete e përshkruan, blenë fillim ati krejt, që për çdo ditë ne e kënojmë në namaz, suratul Fatiha në fund, Allahu Azza wa Jall, gairul magdubi alejhim, dhe mos na udhëzo o Zot në rrugën atyre që e hidhruar ndaj tyre, që e hidhruar. Është hidhruar Zoti, pra Allahu hidhrohet ndaj dikujt dhe pajton me dika tjetër. E don dikon dhe urren dika tjetër. Por këtë nuk është fjala për një dashuri të përgjithshme që Allahu i do besimtarët dhe i urren qëfart, e don punën e mirë, e urren punën e keqe. Por këto është fjala për një shkallë shumë të lartë, tepër të lartë të dashurisë. Me dash dikend shumë, më shumë se çdo kënd tjetër. E Allahu i madhruar e ka dashur Ibrahimin alayhis salam më shumë se sa krejt krijesat e tij të tjera, në qiell dhe në tokë. Ibrahimi ka arrit një shkallë të veçantë të dashurisë të Allahut. Allahu ka thonë, "Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila", dhe Allahu e ka bërë Ibrahimin të dashur të veçantë, shumë të afërt. E khalil është një cilësi e veçantë, një shkallë e lartë, shkalla më e lartë e dashurisë. Kur rrjedh për fjalës khulla në gjuhën arabe, e pastaj edhe khalil, që dhe ne jam gjesëm emrat djemve tanë me khalil. Khalil është, dhe me thonë, kur e dënë dikend më shumë se krejt botën. Krejt botën, me ta qitë një anë, edhe atë përse në një anë, këta e dënë më shumë. Qaj është khalil? Bile khalil është një shkalla pak me lartë se sa kja. Sepse Allah i madhruar, kur e ka bo Ibrahimin khalil, nuk ka lanë vend në zemër të Ibrahimit për me dasht as kënd në këtë dënja. Për ndryshe, nuk realizohet, nuk është e plot kuptimt që kjo shkallë e lartë e dashurisë në zemër të Ibrahimit ndaj Allahut. Allah e veçoi Ibrahimin me dashuri, por edhe Ibrahimi e veçoi Allahun me dashuri. Dhe Allahu ja boni zemrën e Ibrahimit, që zemra e Ibrahimit të rrihej veç për Allahun, edhe për askën tjetër.
Dhe zemra e Ibrahimit ta do Allahun më shumë se çdo kënd tjetër, jo vetëm kaq, se dhe ne do të më dashur Allah më shumë se çdo kënd tjetër, por në zemrat tona ne gjejmë vend për dashuri ndaj të tjerëve. E Allahu në zemrën e Ibrahimit nuk po don me pas dashuri ndaj të tjerëve. Për atë arsye Ibrahimi alayhi salam e kishte lutur Allahun e madhruar, që është e njohur edhe në histori, me falë Zotit fëmijë. Dhe Allahu i madhruar e sprovoi Ibrahimin dhe ja fali fëmijën Ismailin në fund të pleqni krejt. Mirë po, kur Ibrahimi filloi me dash djalin e vet, në veçanti kur lind djali mas një kohë të gjatë, dashuria është më e madhe ndaj tij. E zoni sikurse e zoni në zemrën e Ibrahimit djalit Ismaili një pjesë të dashurisë, një pjesë të zemrës. Jamur një pjesë të zemrës të Ibrahimit. E Allah i madhruar nuk pëton që asë një pjesë e zemrës të Ibrahimit me qenë për dikën tjetër për pas Allah. Krejt zemrat tit me qenë për Allah. Për ndryshe nuk është të kuptimt fjala dhe grada Khalil. E atëherë Allah i madhruar e urdhëroi Ibrahimin me prej djalin e vet, me therë për kurban, dhe me kthyer këtë pjesë të zemrës të Ibrahimit ku pa qëndron. Dhe Ibrahimi alayhi salam pa u kujtuar fare edhe pa u hutu, veproi, shkoi drejt implementimit apo kryerjes së urdhrit të madh Zot për me therë djalin e vet. E Allahu azza wa jall, kur e pa se Ibrahimi alayhi salam është i gatshëm me hjek për zemrës ti, ata që pat në zemrë ti, për hatër të Allahut, Allah i tha jo, tashme edhe provimin, sepse që tash e ki zemrën të amam, veç për mua. Se me pas edhe djalin e ti në zemrë, që ka pasë Zotin, nuk ish mujt me prej djali. Nuk ish mujt me ardhë në atë shkallë, me arrit, që me thirë djalin e vetë kurban. Por djali vetë nuk e pat atë deregje, e sa do pak që në zonë e venë, Allah deshti nga hjek edhe atë, dhe me mbet zemra ti e pastërt dhe veçant vetëm ndaj Allah të madhruar. Kjo është shkallë më e lartë të dashurisë. Allah i madhruar, për pas që ka marrë Ibrahimin alayhi salam Khalil, e ka marrë dhe pejgamberin ton, sallallahu alayhi wa sallam Khalil. Pra, e ka dashtë dhe pejgamberin alayhi salatu wa salam, dhe ka vequar si që ka vequar Ibrahimin. Por njëherë fillim atë Ibrahimin e më vën edhe pejgamberin Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu i bëre dy të dashur dhe jo tjerë më deri në kiamet. Për atë arsye tash qysh Allahu nuk e la Ibrahimin me dashur as djalin e vet, as kërkënd me pas pjesën zemër ti, për dhe të pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam nuk e la me pasën zemër ti pjesë hise as kusht tjetër prej krijesave të ti. Për atë arsye pejgamberi tha, me pas qenë që e marrë dikan e bëj Khalil, e bëj das të veçantë të prej njerëzve të tokës, do ta kisha bëj Abu Bekri, sepse du ma shumë se krejt dynja. Por shoku ju, pithet shokëve të vetë, shoku ju, vjarani ju, e ka të ndaluar këte, sepse kë ka një dëst, e ka Allahu në azza wa jall. Pra Allahu më ka ngrit mu në atë shkallë, edhe më ka dalu dhe privilegju, dhe nuk kam drejt, dhe nuk guxoj dhe nuk mundem, që dikend këtë dynja ta du në atë deregje, në atë shkallë të khulles me bu Khalil, për pas të madhe të Allah, azza wa jall. Për atë arsye, ka thonë alayhi salatu wassalam, inna Allah të khadheni Khalilen, kema të khadhe Ibrahim Khalila, mua Allahu me ka bërë Khalil, dëst, mik, të dashur shumë, ashtu që pa të ba ma heret, Ibrahimin, alayhi assalam. Pra kjo është një dashuri e veçantë, për ndryshe me dasht, pejgamberi ka dasht,
krejt musliman, thamë Abu Bekrin ka dashur më shumë ti, ka thonë Muadhit o Muadh, të dua ty. Pastaj kur është pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam prej Amr ibn Asit, ja Rasulullah, kanë edhe më shumë ti, ka thonë Aisha. Po prej burrave kanë, ka thonë Abu Bekrin radiallahu anhu. Pra ka dënë edhe ne dojmë, por kjo dashuri është me lartë, me ngritur. Se dhe që tje qëllimi është këto, se Allahu i madhruar, të bareke o ta'ala, përpos që i dënë muslimant dhe punët e mira në përgjithësi, e kanë ngritur Ibrahimin dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam në veçanti, dhe Allah ka këtë cilësi, kjo është esenca e cekës së kësaj teme. Pjesa tjetër e fjalës e Imam Tahavijut dhe Allahu i ka folur Musaut alayhi salam. I ka folur Musaut, e ka veçuar Musaun alayhi salam me këtë privilegj, me këtë e ka dalluar, me këtë cilësi, i ka folur drejt për së drejti, pa pas nevojë me t'rregu me laçën Xhebrail, që ka t'rregu pejgamberëve të tjerë. Por i ka folur Musës, por i ka folur edhe pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, sepse pejgamberi jonë është më i ngritur dhe më i dashur te Allah se të gjithë njerëzit e tjerë. E Allahu në senet të mëdha që privilegjojnë robin shumë, nuk dënë me privue pejgamberin prej tyre. Ndërsa senet që nuk janë shumë të mëdha te Allahu, se që është puna e pushtetit, për shembull, Allahu i ka dhënë Davudit dhe i ka dhënë Sulejmanit pushtet, që si ka dhënë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por kjo është në tokë, kjo nuk ndikon raporte mes tij dhe mes Zotit. Ndërsa në gjërat e cilat janë të mëdha, Allahu i madhruar nuk e ka privu, e që ja ka dhënë dikuj për të dashurve ti, Allah nuk e ka privu pejgamberin e ti, alayhi salatu wassalam, fjala pejgamberi Muhammed, sepse e ka veçuar prej të gjitha krijesave sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu i ka folur Musaut dhe i ka folur pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, dhe ne si musliman themi prapë në fund, siç thamë në fillim, besojmë në këto dy cilësi të Zotit xhalla shanuhu, se Allahu ka dashur shumë, siç themi ne ka pas të zemrës Ibrahimin dhe pejgamberin ton, por edhe ka folur Musaut pa ndërmjetësues, pra besojmë në të folur të Allahut, por se dhe qysh flet i madhi Allah azza wa jall. Kjo nuk është e njohur për ne, sepse Allahu qysh ndryshon qenja e tij, lartmadhëria e tij prej njerëzve, ndryshon edhe cilësitë e tina. Andaj mjafton të besohen këto, edhe kaq dhe me to ne adhurojmë Allahun azza wa jall. Wallahu alem, Zoti e din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.